Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasdite në Dita me ne si gjithmonë në DTV Media. E sot do të flasim për notat muzikore, këngën, instrumentet dhe pikërisht për të diskutuar këtë temë ka ndërë në takëm sot studio këngëtaren Alina Bunjaku, e cila sot është në studion tonë dhe kam na këndu, kam diskutuar rreth rrugtimit të saj, motivet e krejt to. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, është kënaqësi me qenë këtë pjesë e studios tu. Faleminderit shumë. Ju jeni 16 vjeçare, pra dhe keni fillu me qenë kështu e njohur si këngëtare, që nga kjo moshë dhe keni marrë disa hapa kështu pak më të ndajnë më herët se sa për këngëtar tjerë. Po, për më arrit diçka, normal duhet me menu pak më herët. Nga ka ardhur inspirimi dhe kur kanë qenë ato hapat e parë që ju me të vërtet keni dashur të merrni me muzikë dhe keni filluar me këndu? Inspirimi ka ardhur. Unë kam këndu pej kur jem kanë e vogël, të me thonë e kam pasion muzikën. Edhe për krahjen e kam edhe pej familjes, po normal edhe dashnia e madhe për muzikën ajo është. Po dhe mbështetja e familjes është pikërisht ajo kryesorja për çdo artist. Sidomos kur je në moshë të re, sepse gjithmonë është ajo ndoshta pasiguria, kur hyn dikon në një rrugë tjetër, sepse muzika është diçka, është një industri kështu më intenzive, më shumë konkurrencë dhe në kështu është një farë bindje për muzikën që ndoshta nuk është as stabile. Por nëse mundohemi dhe kemi kështu një mundim konstant, pero një punë dhe një përkushtim i cili ju keni filluar që tani më herët, atëherë do shihet rezultatet dhe hyn kështu në rrjedha më lehtë. Po, normal, ajo është. Kush ka qenë personi i parë që ka përkrahë? Mami. A je kështu shumë e lidhur me mamin? Po, jam shumë e lidhur me mamin. E përmende që nga e vogël, ke dashur të këndu, ke fillu, a na tregon ato hapat e parë, ndoshta edhe në shkollë shohim që gjithë artistat promovohen, sepse gjithmonë në çdo fest që organizohet, atëherë i shfaqim ato talentet me pikat ndryshme kështu të organizimit. Po, në shkollë fillore sa jam kanë, kam marrë pjesë në ditat shkollës për festat flamurit. Në shkollë fillore kam kënu shumë edhe fal arsimtarit Dorem Rahmanit, cilin e përshëndes shumë. Edhe prej atyja ka nisë të me thonë me më pëlqy muzika. Pra me vërtet shkolla është ajo pjesa kryesore ku me të vërtet profesorat dhe arsimtarët që përkushtohen për nxënësit me nxjerrën e talentin dhe motivohen, sepse shumë lehtë mundet me qenë me pas dikush talentin, por nëse nuk punojmë në atë pjesë, atëherë shuhet. Kështu që çdo mësimdhënës ka goxha kështu një përkraje dhe një pjesë vlerësimit që e ndihmon goxha shumë edhe në vetbesimin e atij personi që don me kënu. Po, normal, ajo është një ndihmë e madhe për neve, si fillestar. Ju pra nuk e keni mjaft vetëm zërin, por edhe gitarën, po ashtu edhe piano. Po, ama gitarën më shumë. Ja kam fillu me gitarën. Po. Me të vërtetë është njëra ndër instrumentet më të bukura, sepse mundesh me përcjell lloj-lloj emocionit ndryshëm dhe diku edhe zamra të flan më shumë tek dikur, tek një instrument të caktuar, kështu që tek ju e keni përzgjedh gitarën dhe po besoj që edhe është përshtatet edhe në stilin tuaj muzikor. Po, më ka vështat më shumë se çdo instrument tjetër. Atëherë thjeshtësia është ndoshta njëra ndër pjesë më të vështira për me realizu, sepse nuk mundesh me mbulu me ndonjë gabim i vogël, pra mundet më mbulu me diçka tjetër, për me bu diçka thjesht dhe mirë, kërkon një përkushtim të madh, një perfeksion në punë dhe një arritje, sepse sidomos nganjëherë kemi edhe raste ku edhe zoni mundet me na ikë edhe nganjëherë të folë, një mund është atu kënu. Kur më pëlqen një këngë, mas por e gjej tonalitetin që më përshtatet mu të zoni jam, tani i bëj disa prova, po nuk më jepet shumë me bë prova, se besoj që parën herë, dytën herë, ajo është. Po dhe tek nuk kështu konstante ki këto, kështu që ato provat vetë u buan. Po, normal. Edhe e përmende edhe me gjetë tonalitetin.
si shkon kjo kështu me na konkretizu pak, me na thirrsu për neve që nuk jemi muzikante? Po, për shembull, e merr një notë, ku dën me knu, për shembull A ose D, edhe veç ma shumë që është për shtatën ngjyrës sonit tën. Pra atë edhe e ke gjetë edhe stilin se që është përshtatet edhe ty, do me thonë që mos me këndu ndoshta si me zdorë një farë mënyre me arrit një notë caktume, cila ty nuk përshtatet, sepse edhe ngjyra e zonit mundet më ndryshu dhe mos me qenë aq e këndshme. Po, unë kam qef me këndu nota ku nuk bëhet zoni si rritushëm, nuk dëgjohet, më pëlqejnë ma shumë që ato nota. Jo, edhe duke folur e keni zonë në mrekullueshëm, tash pas pak keni me dëgjua edhe live kështu këngën, kështu që me zi presim edhe atë pjesë të misionit, por ndërkohë dhe ishta edhe më fokusu të pjesa që ju të njëjtën kohë, po ashtu edhe luani edhe me kitarë. Sa është e vështirë kjo mi bo dyjat, sepse nga njëherë edhe në përditshmëri mi bo disa në të njëjtën kohë, është pa ngarkesë. Pak është e vështirë, dhe me thonë edhe me knu edhe me lu gitare, po për mu nuk është e vështirë se e bëj me gjithçef. A ka qenë hapat e parë, dhe me thonë gitare, ndërsa pak vështira disa e ke mësu, disa ke gjetë kështu atë mënyrën e saktë se qysh do të me lujtë? Po pak, dhe me thonë që atëherë hapat e parë kër ja kom nisë me gitare, o kom pak e vështirë, amo me kalimin e kohës. Po, se unë për shambull shoh edhe në për shambull kolegë mi, familjarët mi, cilë kanë qenë shkollë muzikës dhe fillimisht kanë fillu me piano dhe pak a shumë është një mënyrët mësuarit e njëjtë, tostat e ndryshëm dhe është pak ma e thjeshtë kështë fillime. Më vonë pasaj bëhet pa e vështirë, kështë në qëfë se do me avillu ma shumë, por fillimi është pak ma nuk është aq i komplikum, sësa instrumentet me tela, si që është njëra për tyre gitara, sepse ka një veçori edhe duken kështu këgja bukur edhe historikisht gitara ka qenë edhe ma atraktive, pra ke mujtë me marrë edhe alternativa tjera për shembull gitaret rock, cilat më vonë ose basi që kanë hapë dyrë për shumë zhanre tjera të muzikës, për ata mundemi me qytë si një instrument shumë universal në të çdo pjesë që përshtatet edhe në preferencat tona, në fakt, sepse edhe si popull jemi kështu gazmor, pra duam me pas këtë lumturinë, këtë rahatin tonë, gitara na përshtatet edhe me personalitet. Po, normal. E përmendet që familja dhe sidomos mami ka qenë mbështetja më e madhe, por dhe ishta më fokusu tashmë edhe tek shoqëria, si është pritur ai talenti jot në muzikë. Shoqënia jam më përkrojnë shumë në muzikë. Thojnë sa mirë po kënan, e ki zonën shumë të mirë, edhe më thojnë shpesh që me postu video sa ma shumë TikTok. A ki shoqëri cilët, apo cilat janë po ashtu të përfshimet e pjesa e muzikës? Po e kam një shoqe, ajo kënan bashkë me mua dhe Do më thonë edhe tek videot e TikTokut që e përmendë, e ke marrë guximin në më postu sepse rrjetet sociale tashmë janë bërë të pa evitueshme, pra gjithmonë nuk janë më vetëm diçka argëtuese, por edhe për punë, do më thonë janë një pjesë goxha esenciale për me qitë veten pa, sepse duhet me reklamu pak veten që me na po edhe krejt popullin, në fakt me shfaq talentin tonë. Po, normal, edhe sidomos TikToku. Në TikTok mënesh me arrit, se mënet me të po çdo njeri. Po, është ai algoritmi që gjithmonë mundet më shpërndohet shumë shpejt, po ashtu edhe videot janë më të shkurtra, janë më të lehta më realizu, por ndoshta edhe më të vështira në një pjesë. E kanë ato specifikat e veta, dhe është ajo formula e TikTokut që zakonisht studiohet para se me postu diçka. Normal. Pastaj edhe tek TikToku e shohim që kemi edhe interaktivitet, pra kemi pjesën e komenteve, ku zakonisht shohim goxha komente pozitive. Po, te pjesa TikTokut, komentet e one janë ma shumë pozitive, ka dhe për tyne negative, po ato negative vetëm ndihmojnë me u përmirësu. Ato negativet edhe i shohim që shumicën e rasteve vjen kështu me një profil pa
Po. Pa identifikum, nashta na i numër aty këto, kështu që në qëfë se i marim ato kritikat e mira, prej dikuj që në fakt na dojnë të mirën, atëherë po, por në TikTok edhe kjo është interesant se çdo koment, që pozitiv apo negativ, kështu e bënd vetëm për më shfaq videoja edhe tek ma shumë persona, kështu që edhe tek ata persona që duajnë më shprej urrejtje, po e bojnë fakt kundërtën. Po, normal, ajo. Ti ke fillu me postu dhe në fakt ke postu gëgja shumë dhe i ke najtë gëgja gati pjesës TikTokut, pra ke fillu mënyrë të fuqishme me hy në të pjesa rrjeteve sociale. Po, ma herët thesha që nuk ka pëlqy shumë TikToku me postu video, po tani me kalimin e kohës e pajsha që e kom postu një video, tani e pajsha që po i pëlqejnë videot e mija, zoni janë që shknej, edhe tani kom fillu me TikTok. E shumë që edhe TikToku edhe në përditshmëri, tashmë është bërë pjesë e pandashme, pra e rutinës tonë. Gjithmonë e gjejmë ka një kohë kështu me scroll pak, kështu që e shohim që nuk mundet me na ikë ndoshta asgjë, të shohim edhe lajme të ndryshme, por zakonisht kemi video kështu argëtuese, po ashtu edhe këngët e tua të cilat me të vërtetë janë melodi për veshën tonë, që edhe qetësojnë një farë mënyre, ti një farë, jeni si një sferë kështu, që një është qetë, sepse muzika ka këtë efekt, dhe pikërisht muzika thjesht e qetësin edhe jo e parapëlqene, e bën këto. Po, muzika është qetësim i shpirtit, jo veç për mu, po për çdo njeri. A ndini edhe ju kështu për kënale? Po, njësa i ndina. A mundë me thonë që ju ndoshta për çdo ditë keni pjesë rutinës vendimin, kështu, edhe pa bu video, por edhe kështu duke i bu ato rutinat e jetës. Po, dhe më thonë, e kam një kohë caktuar në ditë që kënoj, s'po një orë 2, ja kushtoj muzikës. Po, dhe ajo konsistenca e bën vetëm, pra, sepse mundem me ushtru, ndoshta vetëm vikendit, orë ma gjata, por në qëfëse çdo ditë, edhe nësë është koha më shkurt, çdo ditë po e ushtrujnë telat e zonit, atëherë ajo e ka një rezultat më të mirë. Po. Tek pjesa e ndoshta edhe ftojeve të fytit, këtu ju do të menajnë të shta largë gripava. Ma largë, po, vëlla. Se sidomos këtu ju mbyllet pyetja diçka zone, kështu që por ju e keni edhe armën tjetër se arsitora, kështu që nuk është që mbetni pa një pjesë të shfaqjes talentet. Jo, mira petë edhe. Do doja me bu tashti një rikthim tek pjesa e këngës, do doja që ju të na këndoni një këngë tashmë live këtu në studio. Çfarë këngë kështë do është me na këndu sot? Tek në këngën Te kaloja e Ulqinit. Pse pikërisht to? Më pëlqen tonaliteti edhe ka një tekst shumë të mirë. A të pëlqen ty edhe tekst të kështu me qenë pak ma me të shtime me ndu? Po, me konteksti pak ma i fill. Atër në rregull, kur do që je gati, me zi po mi presim që me dëgju zonin tonë këto. Te kaloja e Ulqinit, te takova parën her, prej dashnis të mallëngjimi, të kërkova dhe njëherë, dhe njëherë. Sa shumë vite kanë kaluar, s'kam të drejta s'ti kujtoj, po kjo se marrë lënduar, as njëherë nuk të haroj, s'të haroj. Valet për qafojnë kalan, si kur mua ti dikur, prej ditës që undam, që si nuk zeta kur, jo zeta kur. Si kur dhe ti vale val, jeta ime s'ka qeci, zemrën ti me ta kam fal,
ri, ishim të ri. Atër emocioni cili me të vërtet përcjellet përmes, jo vetëm përmes kamerës, por kur e kemi një këngë, domethënë si kur jo tashmë që na kënduat këto në studio, është ndryshe. Prandaj gjithmonë kënga dhe këngëtarët e kanë pas në emision që na kanë bërë me të vërtetë edhe shumë na kanë mburë edhe në sfera ndërkombëtare me këtë talentin që e kemi, duket se na bëron nga gjaku. Po, e kemi këtë talentin. Unë do doja, kështu, në qoftë se mundesh, mos me të lodhë shumë, me na këndua edhe një këngë tjetër, se ado që të mendon që është e përshtatshme sot, që sepse duket se publiku ka me lyp ma shumë prej teje. Do të doja që sonte flokët e tua të më shtrihen mbi jashtë konti. Do të doja që sonte ta shijosh romantikën në dritën e qiririt. Do të doja që sonte ta shijosh romantikën në dritën e qiririt. Do të doja që sonte të kem pran vetës, do të doja sonte t'jam me ty, që në rrugën e gjatë të aventurave tua unë të jem i pari njeri, që në rrugën e gjatë të aventurave tua unë të jem i pari njeri. Dhe do të doja si qka s'do doja të bëj sonta me ty, që në rrugën e gjatë të aventurave tua unë të jem i pari njeri, që në rrugën e gjatë të aventurave tua unë të jem i pari njeri. Kur premierës i erdhi fundi dhe mëngjesi filloj ta goj, më puthe një herë në faqe më the këtë natë kur sot aroj. Më puthe një herë në faqe më the këtë natë kur sot aroj. Më vjen mirë që më besove, këtë gjë kaq me rëndësi, që nga sonte me mua e dashura ime tyre në botë plot dashuri, që nga sonte me mua e dashura ime tyre në botë plot dashuri. Do të doja si qka s'do doja të bëj sonta me ty, që në rrugën e gjatë të aventurave tua unë të jem i pari njeri, që në rrugën e gjatë të aventurave tua unë të jem i pari njeri. Shumë bukur, me të vërtetë kënga është një formë e artit e shprehjes që direkt duket se i prek në emocione çdo person, çdo publik që po ndëgjon. Ka atë veçantinë e lidhjes me publikun që ndoshta asnjë formë e artit tjetër nuk e ka. Jo, unë mendoj që mundesh me shpreh ndjenja ka mirë me muzikë. A do të me pas kështu me të vërtetë një empati të theksume kur je artist, apo është kjo në vetë që buron kështu, sepse është e lindur? Jo, mendoj që do të me pas pak një empati. Pra ajo dhe inteligjenca emocionale zhvillohet më shumë sepse po i zhvillojmë emocionet, po dim se si mi kanalizo ato, edhe mënyra ma e mirë për me bu këto është përmes artit, sikur se jo përmes muzikës. Kështu që mua dhe më janë mirë, që po ashtu edhe shoqëria jote, jeni kështu një grup e cili jeni kështu artistave zvitë. Po, jena kështu një grup që kënojna. Kjo po ashtu nuk e humbë edhe atë pjesën e përkushtimit, pra gjithmonë ke vullnet për me vazhdo. Po, normal, vullnetin e kam gjithmonë për me vazhdo me muzikën.
vullnetin nështë ke lindur me të, sepse ke thonë që prej që je vogël, pra ke fillu. Kjo është shumë e veçantë me të vërtetë dhe pikërisht për to do të më falenderoj edhe një herë familjarët e tu që kanë qenë mbështetja jote kryesore dhe po besoj që gjithmonë kanë me të përkrah. Po, ajo është. Çfarë është ëndra jote? Ëndra jam është me përfaqësu Kosovën dhe më bani artiste e njoftën. E shohim që gjithmonë artistat në sferat tërkombëtare na kanë bo krenar tepër shumë, kështu që duke marrë parasysh edhe zonin tonë të mrekullueshëm, përkushtimin dhe aftësitë tua, po ashtu edhe talentin e lindur, kjo do të bëhet e mundur. Shpresoj. Çka mendon për talentin? A është diçka që mundet mu fitu me kohë? A sa përqind është talenti dhe sa përqind është puna te kjo pjesë? Talentin nuk besoj që mund është me fitu, përveç se ta jap Zoti. Po. Për me punë mund është me ja arrit. Po, pra, amo gjithsesi do të duhen dyat. Po, normal. Dhe pikërisht të këto ajo bëni të mundur. Cilat janë vështirësitë të qenurit një këngëtare? Vështirësitë sa i përket të one nuk ka ndonjë vështirësi. Sepse vjen natyralisht, është ta? Po. Po besoj që edhe dëpërtimi pastaj, sepse ju jeni 16 vjeçare, por kështu goxha afër moshës do të thonë në mënyrë marrë profesionale, kështu që puna e vazhdueshme do të jetë ai rezultati, do të shfaqet dhe do shohim që edhe me kohë të caktuar kemi arritë edhe publikun tonë vonësat e tu, të cilët gjithmonë edhe kanë me njoftë edhe zonin tonë, edhe atë ndoshta 3 tingujt, 4-5 sekondat e parë të çdo këngë tonë, kanë me pa që në rregull, po direkt kanë me të identifiku. Normal, puna e palodhshme ka me të shpërbly herë do kur. Desha të rikthehem edhe një herë tek TikToku, sepse me të vërtetë është një aplikacion i cili t'jap shumë mundësi, por e shohim që edhe në muzikë tashmë ka pak konkurrencë. Po, unë e shoh shumë, sidomos TikTok që ka jo pak, po shumë ka konkurrencë, se gjithkush kënon mënyrën e vet, varet prej ngjyrës së zonit. A mendoni këto që është edhe mirë, i ka anë pozitive e negative kjo konkurenca? Besoj që po, ama më shumë pozitive. Cili do të ishte një mesazh që do t'aleje për vetën tënde, ndoshta kur ke qenë më shumë më e vogël, si këshilla deri çka ke mësuar deri tash? Veç mos më ndalë kur, që ato që i ki ëndër me vazhdu deri të bësh realitet. Atëherë, unë do doja që ju për në fund do të na lëni me shoqërinë e këndimit edhe një këngës tjetër, por unë ndërkohë po e mbyll emisionin, kështu që dashur shikues, mos harroni të riktheheni nga hëna drejt premte nga ora 17 çdo pasdite. E deri në takimin e radhës, miropafshim, dhe unë do t'ju lë në shoqërinë e këngëtares tonë. Faleminderit shumë dhe shihemi në takimin e radhës.
ka shkuci